ka guxuar ndonjëri deri më sot, ti dalë Ramës kundër dhe ti prodhoj skenar. Po pse ja shkarkoi Ristanin Veliaj? Ka guxuar ndonjëri deri më sot? Veliaj. Të fakt nuk e kemi në dorë. Një. Ora kemi fakt që shkarkoi Ristanin. Të fakt nuk e kemi në dorë. Një. Po ky fakt që shkarkoi Ristanin, çdo të thënë kjo. Të fakt nuk e kemi në dorë. Një. Okej, zonë ta shohim. Këtë fakt nuk e kemi në dorë. Një. Fakti 2. Unë nuk kam dëgjuar as edhe një herë Erionin që në mënyrë deklarative të thotë gjysmë shprehje kundër Edi Ramës. Përkundrazi. Gjithmonë ka fol pro. Së treti, këta dy persona të cilët kishin kontakt me Erion Velin, ishin persona të cilët njëri ishte sekretari, tjetri ishte shefi kabinetit. Kishin leje nga Spaku për kush e njeh administratën, kishin leje nga Spaku për këtë. Nuk kemi problem. Që me këta merret kontakt. Së katërti, Erion Velia bëri një veprim që për mua është absolutisht me pyetje pse e bëri, që do të thotë dikush nga jashtë e ka imponuar ta bëjnë gjë të tillë. Dikush nga jashtë. Pra Albani me Sar manipuluan Veliajin qeli. Sepse veprimi ishte një urdhër ku emëronte dikë dhe shkarkonte dikë që e kishte emëruar ai vet. Duke ja zgjedhur Rama. Po i pyetë thonë, atë të parën e kishte emëruar Rama. S'është e vërtetë. Të parën e kishte emëruar Erion Velia me urdhër të firmosur prej tij. Me kërkesë të Edi Ramës. Nuk mundet Erion Velia të shkarkonte një të besuar të Ramës që e kishte emëruar ai vet. E kishte emëruar ai vet. Ti je i besuar i ju të fillim mund të bësh i besuar i Ramës rrugës. Pra, lexojnë urdhën e dytë, thotë fuqizohet urdhri i parë, patjetër, sepse i vetmi autoritet që ka pushtet ligjor sot në Bashkinë e Tiranës quhet Erion Velia, ju pëlqen ose pëlqen? Edi Rama, pavarësisht si po dalë dhe po thonë mori pushtet, nuk e merr dot pushtetin, se le ligji. Nuk e le ligji ta marr. E lë Malishi. Pra, atë kryetare që shkarkoi Erion Velia, nuk e di në Çerethana, sepse Çerethanat të cilat vetëm një gjë është e sigurt. Ndalu pak këtu të lutem. Vetëm një gjë është e sigurt. Ti po më thua që Sara Goxha dhe ky dokush manipuluan Veliajin. Vetëm një gjë është e sigurt. Vetëm një gjë është e sigurt. Do më lesh flas tani? Do të lë po. S'është monolog se. Vetëm një gjë është e sigurt. Vetëm një gjë është e sigurt. Që këto të dy mund të kenë bërë dhe skenarin dhe për këtë arsye është kërkuar largimi i tyre sepse e futën në një kolaps të panevojshëm bashkinë.